Gropat e shumta janë kthyer në problem në rrugën e fshatit Myselim të njësisë Postrib në bashkinë Shkodër. Gropat e hapura vështirësojnë lëvizjen e banorëve të zonës. Situata është problematike për banorët që lëvizin me bicikleta, ato bën apel që bashkia ndërhyjë në rekonstruksionin e rrugës, sipas tyre ndërhyrja vetme ka qenë hedhja e zhavorit sa për të mbuluar gropat. Rruga është shumë keq. S'ka mundë që gropat me zhavori mbrojnë. Dhe se gropa, ku është ku? Tu s'ka gropa, në atje ka bashën. Po ka 2-3 vjet si ka një makinë asfalt, po aty e deri te shkolla në Bardhaj. Në mëllë gropat, e s'ka në mëllë gja. Ka problem? Si sa problem? Pashtu që ka me kalu me biciklet. A në hynë e jenë këtë rrugë? Ashtë në hynë e jenë këtë vitet e funit? Ja, më ka kishën vatime tjera. I larnë, qa banë për para vatime me teke rrugë e pa. Pa me biciklet që kur vjen shibi le banë të shka adresi jesë me te. Në për gropa, në për gja. Ka familje shumë, do e lidhe me fshatet tjera? Po, mu janë 3 copë katone këto. Po ta më kanë gjënë që në episodi me rëvëllu. Fshatarës kanë qaj bëjnë. Kjo rrugë lidh fshatin Myselim me disa fshatet e tjerë të Postribës, një rrugë e cila ndodhet vetëm pak kilometra larg qytetit të Shkodrës.